Vazhdojmë të lexojmë nga Abrami që mund mjaft mbretër dhe çliron Lotin, Melkisedeku. Atëherë mbreti i Sodomës, mbreti i Gomorës, mbreti i Admahut, mbreti i Ceboimit dhe mbreti i Belës, që është Coari, dolën dhe urreshtuan në luftë kundër tyre në luginën e Sidimit. Kundër Kedor Laomerit, mbreti i Alamit, Tidealit, mbreti i kombëve, Amrafelit, mbreti i Shinarit dhe Arioku, mbreti i Elasarit, 4 mbretër kundër 5, por lugina e Sidimit ishte plot me puse bitumi, dhe mbretri e Sodomës dhe të Gomorës u ambathën këmbëve dhe ranë brenda tyre, dhe ata që shpëtuan shkuan në mal. Dhe kështu fituesit shtinë në dorë tërë pasuritë e Sodomës dhe të Gomorës dhe tërë ushqimet e tyre dhe ikën. Morën me vete dhe Lotin, djali i vëllait të Abramit, bashkë me pasurinë e tij dhe ikën. Loti banonte në Sodom. Por njëri nga të ikurit erdhi dhe ja tha Abram Hebreut, që banonte në lisat e Mamrës, Amoreosit, vëllai i Eshkollit dhe vëllai i Anerit, që kishin lidhur aleancë me Abramin. Kur Abrami mësoi se vëllai i tij ishte zënë rob, ai armatosi njerëzit e stërvitur, shërbyes të lindur në shtëpinë e tij, gjithsej 318 veta dhe i ndoqi mbretërit deri në Dan. Ai i ndau forcat e tij kundër tyre natën, dhe me shërbyesit e tij i sulmoi dhe i ndoqi deri në Hoba, që ndodhet në të majt të Damaskut. Kështu ai rimori tërë pasurinë dhe solli me vete edhe Lotin, të vëllan dhe tërë pasurinë e tij, si edhe gratë dhe popullin. Mbas kthimit të tij nga disfata e Kedorlaomerit dhe të mbretërve që ishin me të, mbreti i Sodomës vajti ta pres në luginën e Shavehut, që është lugina e mbretit. Atëherë, Melkisedeku, mbreti i Salemit, i shpuri buk dhe verë. Ai ishte prift i shumë të lartit Perëndi. Dhe bekoi Abramin duke thënë: "Qoftë i bekuar Abrami dhe shumë i larti Perëndi, sudimtari i qiejve dhe i tokës. Qoftë i bekuar shumë i larti Perëndi, që të ka dhënë në dorë armiqtë e tu." Dhe Abrami i dha 1/10 e çdo gjëje. Pastaj mbreti i Sodomës i tha Abramit: "Nëm personat dhe merr për vete pasuritë." Por Abrami ju përgjegj mbretit të Sodomës: "Unë kam ngritur dorën time drejt Zotit Perëndis, shumë të lartë, zotrues i qiejve dhe i tokës, që nuk do të merrja asgjë nga ajo që të përket, as edhe një fije apo një lidhse këpucësh, me qëllim që ti mos të thuash, unë e pasurova Abramin. Nuk do të marr asgjë me vete, me përjashtim të atyre që kanë ngrënë të rinjt dhe të pjesës që u përket njerëzve që kanë ardhur me mua, Aneri, Eshkol dhe Mamreu, lëri që këta të marrin pjesën që u takon."